Fushata zgjedhore në Shqipëri është mbyllur dhe përpos programeve dhe thirrjeve për vota, figurat politike u karakterizuan edhe me stilet e tyre në veshje apo me mënyrën e komunikimit që ju drejtuan njëri tjetrit. Një fushatë me figura politike jo vetëm në garë për të qenë fitues, por edhe në ato të imazhit. Ndryshe nga fushatat e tjera, retorika politike në Shqipëri ka treguar një larmi epitetesh që vjen në përdorim nga udhëheqësit e partive politike. Kryeministri Edi Rama vendosi të prezantohej gjatë takimeve elektorale me një pamje të thjeshtë sportive. Ngjyra e zezë dominon në paraqitjet e Ramës, shoqëruar me atletet e bardha sportive të personalizuara me numrin 5, numri që mban Partia Socialiste në fletën e votimit, dhe bluzën me yllin 5 cepësh të stampuar me konturet blu, duke simbolizuar Bashkimin Evropian. Kandidatët për deputet të Partisë Socialiste përgjithsisht ndoqën stilin e kreut të qeverisë, duke u paraqitur me bluzën e bardhme në qendër yllin e stampuar dhe me numrin 5. Ndryshe nga Partia Socialiste, ajo demokratike qëndroi kryesisht në linjën serioze. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u prezantua me kostum dhe këmish, por kësaj radhe shtoi edhe një kapele blu me numrin 1, numri rendor i Aleancës për Shqipërinë Madhështore në fletën e votimit. Në disa takime, Berisha u shfaq më sport, me jelek në vend të xhaketës apo atlete në vend të këpucëve serioze, duke na dhënë një portret ndryshe. Me këtë ndryshimin klimatik mu imponu sportiviteti. Natyra sport më vonë imponu. Ndonjëherë gjatë takimeve, njëjtë si Rama, edhe Berisha riktheu syzet e diellit me stilin aviator. Hera herës Berisha i është dorëzuar edhe shijes së demokratëve në disa nga takimet elektorale, si për shembull në Kruj, artizanët i dhuruan dhe i veshën Berishës një xhamadan dhe një qeleshe. Kryedemokrati befasoi nga takimi në Pulqis, ku u shfaq me kapelen e minatorit. Partia Socialiste nisi me një tubim të madh në sheshin Skënderbej, me këngë valle nga grupe kërcimtarësh dhe artistësh, të cilët u binin ndaulleve. Ekipet e qyteteve u prezantuan duke performuar me këngë tradicionale të zonës që përfaqësojnë. Partia Demokratike paraqiti një nisje alla trum me fjalime politike nga kandidatët për deputet, ndërkohë që në sfond luhej Eye of the Tiger, por trendi të popullores nuk i shpëtoi as Sali Berisha. Kryedemokrati u prit me iso në Sarand, por edhe me poezi në Belsh. Isot shoqëruan edhe kryeministrin Edi Rama, edhe së fundmi kreu i qeverisë u prit me këngë polifonike dhe raki nga banorët e Kuçit. Bufi kënetës, ky ka qenë tok fjalshi që nuk ka munguar në fjalorin e kryeministrit Edi Rama, duke ju referuar në këtë mënyrë kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Sipas Ramës, këneta nuk është bullizim, por metafora e një realiteti shumë konkret dhe të prekshëm. Opozita sipas tij është kënet dhe ujë ndenjur. Kreu i PD-s nuk e ka lënë pa një epitet kryeministrin dhe i është referuar për herë të parë Ramës me termin zogu s'qep këpuc. Sipas kreut të PD-s, ky zog ka aftësinë të hajë zogjtë e tij, duke ju referuar të besuarve të kabinetit të kryeministrit që kanë përfunduar pas hekurave të qelisë. Për të demontuar fushatën negative që Rama po i bënte, Berisha ju rikthye mitologjisë, duke cilësuar shpendin si një simbol të mençurisë dhe të dijes. Ai që më quhen mua buf, po ai nuk kupton që më ka dhënë një përsëritje jashtëzakonshme dhe unë garantoj ju që do përdor gjithë eksperiencën, mençurinë time për ta përzarë me datën 11 maj bashkë me ju. Rama nuk e ka kursyer as këshilltarin e Trump që udhëhoqi fushatën e Berishës, Chrysla Civita, të cilin e ka quajtur katifi nga Amerika. Në thelb, edhe kjo fushatë zgjedhore u dominua nga shkëmbimet e sulmeve dhe akuzat politike, ku nuk munguan tonet fyese e denigruese ndaj kundërshtarit, por sërish pa një përballje në një studio televizive mes dy liderëve. Se sa kanë bindur politikanët me retorikën e tyre, do ta mësojmë më 12 maj.